Të nderuar shikues të Star Plus, jeni me mua Teodor Gjergën në studio e hapur. Në minutat vijim dhe do të flasim për atë që është dhe kryefjalë e ditëve të fundit, fushatën zgjedhore. Kemi hyrë në javën vendimtare para zgjedhjeve të 11 majit, ku duket se dhe retorika është ashpërsuar dhe le të themi ka nisur edhe ajo betejë edhe mediatike, por dhe me votuesit në zona të ndryshme elektorale. Një ditë më parë në Shkodër ishte kryeministri i vendit, i cili bëri dhe fushatën përmbyllëse të Partisë Socialiste në të gjithë qarkun e Shkodrës, ndërsa teksa renditja ato që janë quajtur si investime, nuk la pasulmuar edhe opozitën. Për këto dhe tjera do të flasim në minutat në vijim me drejtuesin politik të Partisë Demokratike në Shkodër, zotin Luciano Boqi. Zoti Boqi, faleminderit që je sot me mua në studio. Kënaqësi, Dor. Po ndalemi fillimisht tek ajo panorama përgjithshme. Si është zhvilluar fushata zgjedhore deri në këtë moment në Shkodër? I ka përmbushur pritshmëritë? Fushatat në dhe përgjithësinë e saj duket e qetë. Ne kemi realizuar një komunikim me publikun kapilar, duke ndërtuar një shtrirje fushate në gjithë hapësirën e Shkodrës, të qarkut Shkodrës në përgjithësi, duke përcjell të gjitha mesazhet tona dhe duke u përqendruar në atë që është vlera kryesore e Partisë Demokratike në këtë fushat, tek përbërja e ekipit, tek lidhja që ka me qytetarët vetë pozicioni i opozitës në raport me zemrimin dhe revoltën e tyre dhe sigurisht ajo që është më kryesore, programi i Partisë Demokratike, që është një program tashmë edhe i shpalosur, i thjesht, i kuptueshëm, konkret, i realizueshëm në gjitha pikat e tij, që ndjek një ecuri ndërhyrëse në 100 ditët që janë 100 ditë klasike të një qeverisje, që vendos në themel ti dignitetin e çdo qytetari, duke ngritur në atë lartësi që qytetari e kërkon, që e meriton, që duhet, dhe më pas për të nisur dhe ato hapat konkrete ndërhyrëse në gjithë sektorët ekonomik dhe social për të krijuar atë vend që ne meritojmë, të përkufizuar në atë tokfjalshin sloganin Shqipëria madhështore. Tani, kjo pjesa e qetësisë, se kjo duhet diskutuar, se dikush mund thojë, ju bëni akuza që ka kriminalitet, ka grupe të aktivizuara, ka tendencë dhunuese nga pushteti, a ekzistojnë, po sigurisht ekzistojnë, janë të shfaqura dhe prezente në formën edhe tensionit që ekziston edhe tek publiku, dhe në përgjithësi edhe të mënyrës se si vetë i qaset fushatës elektorale, pikërisht majoranca, me mënyrat dhe format e saj. Pra, nëse themi është e qetë, nuk është as pak e qetë, dhe kjo qetësi pritet, domethënë, të shprishet në këto ditët e fundit, që ju e thatë, është java fundit, këtu rritet tensioni, nuk është tension emocional, apo thjesht tension psikologjik, është dhe organizativ, është ajo pjesa se si finalizon pushteti dhunën për të devijuar vullnetin dhe për të kapur votën e qytetarëve, sepse në një situatë krejt normale, që do ishte tamam realisht e qetë, atëherë majoranca pasqyron dhe ajo mënyrën se si e ndërton komunikimin me publikun, mund t'i referohet arritjeve, mund t'i referohet çka do të bëj deri në 2029. 2029, se ka që është mandati. Në retorik, për kundër kësajt, ne nuk dëgjojmë arritje, nuk dëgjojmë as 2029. Unë kam dëgjuar 2030 dhe fokusi ka qenë pasaporta evropiane, ndërkohë që shqiptarët ka një pasaport kuazi evropiane. Domethënë, është dhe evropiane, është dhe shqiptare, sepse është e formatuar e tillë, i lejon shqiptarëve që të lëvizin në gjithë hapësirën e Europës, dhe madje të kenë edhe ato aksese që dikur nuk i kanë pasur. Dhe kjo duket diçka e sforcuar nga mënyra se si majoranca, Partia Socialiste, ka ndërtuar fokusin e fushatës saj. Dhe më shumë është përqendruar dorë në atë që ju e quajtët goditje të opozitës. Është marrë me këtë gjë. Nuk është inerci, se goditjen e opozitës e ka bërë për gjatë tyre viteve, dihet mënyra si Rama ka ndërhyrë, duke
ndikuar edhe në atë pjesën e vendimarrjes ligjore për simbolet e Partisë Demokratike, por duke ndikuar nëpërmjet pushtetit tij në sistemin e drejtësisë dhe për burgosjen e liderëve të opozitës dhe të Sali Berishës. Me qëllim eliminimin e saj, qëllimi ka qenë krejt i hapur, i shfaqur në shumë forma thirrse, madje edhe në forma qëndrimi që Rama kursi ka fshehur, dhe kjo vazhdon edhe përgjatë sulmi, vazhdon sepse nuk e arriti ta realizoj, sot PD-ja është alternativ, dhe sulmi vazhdon në fushat elektorale, dhe impostimi i Ramës është i tillë. Gjatë gjithë kësaj kohe, Rama ka nxjerrë nga fjalori i tij, nga leksiku i tij, atë pjesën më normale të tij, që është pjesa më e errët e një leksiku që mund të ketë një politikan, ndryshim nga gjithë politikanët e tjerë, dhe i mbat këtij regjistri sulmues, ofendues, me fyerje pafund, dhe nuk i përkasim vetëm, se këtu është atipologjia e Ramës në këtë fushat, nuk i përkasim vetëm opozitës, i përkasin qytetarëve, burrave, i ka cilësuar çyryk gjysmat. Pastaj kjo retorik, ky leksik i përket nënave dhe motrave tona, i përket vajzave të reja, në ato përcaktimit e tij, në thirrjet e tij. Madje ai ka avancuar dhe deri tek adoleshentët, tek fëmijët. Ka shkaktuar reaksion? Tani ka shkaktuar. Qytetaria e Shkodrës, e Shqipërisë, në përgjithësi, nuk mund të pranoj tilla, themi, ligjërime, apo një fjalor till të një kryeministri, aq më tepër që një kryeministër është ai njeriu që ka marrë përsipër drejtoj një vend dhe tek e fundit transmeton një lloj besimi i cili në radh parë si besim kanë themelin e tij seriozitetin e pozicionit dhe seriozitetin e ligjërimit. Nuk po them që patjetër një kryeministër duhet të jetë i veshur me kollare, me ton serioz, me vetulla të ngrysura. Jo, fare duhet të jetë dhe ai qytetar, madje edhe sportiv, dhe këto janë element shtesë. Por jo, domethënë, të jetë anatemues, të jetë sharës dhe të jetë ofendues për gjithë qytetarinë dhe për gjithë shtresat e një shoqërie. Sa ky reakcion do kthehet në votë kundërshtuese. Kjo është nga mënyra se si goditet qytetaria e një qytetari, sa goditet ajo në thelbin e vet, dhe sa është forca reaguese e një qytetari në raport me këtë. Ky është një element që i është shtuar fushatës, sepse forca reaguese e një qytetari lidhet me mënyrën si ka qeverisur Rama. Çdo qytetar mat xhepin e tij, mat ardhurat e tij, mat mirëqenien e tij dhe a i mungon perspektiva apo e ka shpresën apo i mungon, e ka besimin apo nuk e ka, dhe kur gjitha këto nuk ekzistojnë, atëherë normal që qytetari është ai që duhet reagoj. Unë e kam thënë dhe e them, qytetari sot është i revoltuar dhe i zemëruar, diskutohet, e ka shprehur në forma ndryshme këtë revolt dhe zemërim. Dhe kësaj i bashkohet dhe ajo retorika, dhe të themi, e kërkuar nga qytetari, se në fundit fushatat elektorale janë komunikimet më të mëdha me qytetarët, dhe kur i shton kësaj keqqeverisje dhe një keqpërdorim të marrëdhënies komunikimit me publikun, atëherë unë besoj që këto dyja bëjnë që të ketë reagime. Nuk është vetëm kjo, se thash mënyra si është qasë majoranca duke prishur qetësi, nuk është vetëm tek fjalori. Është tek trysnia që ushtron pushteti, tek patronazhimi politik, kriminal i votës, tek përdorimi i skalioneve të krimit organizuar, përdorimi të administratës si skalion politik, i policisë shtetit si skalion politik. Tani kjo ndodhin, apo s'ndodhin, kërkon një lloj kështu që po ne nuk i kemi parë. Nuk shihen këto. Nuk do dali dikush në mes ke Luiz Gurakuqi këtu dhe bërtas, unë jam punonjës i administratës dhe unë dua që këto 10 qytetarë që kalojnë këtu të kalojnë. Sigurisht ka denoncime. To ndodhin në zyrat e bashkisë, ndodhin në zyrat e ekzekutivit, institucioneve tjera, ku ne kemi denoncuar dhe me fakte që janë shpërndar formularët, i është kërkuar punonjësve të sjellin emrat e familjarëve të tyre dhe me votë sigurt, i është kërkuar që sjellin emrat e emigrantëve, numrat e kontaktit të emigrantëve,
për t'i marrë atyre votën, për t'i imponuar aty votën, se për ndryshe familjari i tyre humbet punën dhe krahas tyre ekzistojnë dhe ato, pastaj mënyrat e tjera, mënyrat e transformimit vullnetit nëpërmjet benefiteve, të hapjes vendeve të punës, krijimit të situatave tilla sikur këtu po bëhet nami me asfalte, me shtrim rrugësh, të gjitha ruhen që të realizohen pikërisht përgjatë tyre 30 ditëve të fushatës, ndërkohë që një vit Shkodra mund të rihej qetë fare pas një lloj ndërhyrje dhe tani më kujtohen edhe ndërhyjnë për të krijuar iluzionin që Shkodra është kantier, Shkodra po investohet sikur më parë, gjëra që nuk përputhen me atë pjesën e realitetit, qoftë pak historik, qoftë edhe me realitetin e sotëm, çka ndodh në Shkodër. Dhe pjesa që nuk shihet është pjesë që është denoncuar. Ka denoncime dhe konkrete dhe për blerje e vote. Madje, po, sigurisht ka. Ne kemi shumë informacione, na vinë edhe emra konkret, cilët do i bëjmë edhe publik në gjithë qarkun e Shkodrës. Ka pjesë të administratës, që tek pjesa e stadiumit, për shembull, realizojnë ndoshta dhe në këto momente që jemi ne blerje vote, apo interferim vote. Blerja është në shumë mënyra, nuk është vetëm se ne quajmë klasike, ka dhe benefite, leje ndërtimi, ndërtime pa leje, krijime hapësirash të tjera, të ardhurash, mënyra të tjera, ka shumë mënyre. Mënyra e gjobitjes, e taksimeve, e lejimeve, gjërave të ndaluara, të gjitha arsenali i atyre të mirave që ka një pushtet ose që mund t'i ndalojë një pushtet, vjen të gjitha në lëvizje në këtë periudhë. Dhe kjo është ajo qasja e majorancës agresive ndaj votës. Dhe nuk e bën nëpërmjet arritjeve. E gjykon qytetari, nuk është e domosdoshme ti të bërtasësh fort. E gjykon qytetari pjesën e opozitës, nuk është e domosdoshme ti ta anatemosh, ta mallkosh opozitën, apo të përdorësh fjalor, më thënë, krejt banal, të papërshtatshëm edhe për publikun, ndoshta ti krijon impaktin humoristik, se njeriu i ka dyja, ka dhe qytetarin, ka dhe dëshirën për ta përcjell t'hidhurën me të qeshur, sepse është natyrën njerëzore. Por ama kjo nuk është forma e duhur dhe forma jo vetëm e drejtë, se themi e drejtë jemi në utopi, forma e duhur e një komunikimi politik. Ju do thoni që Luciano po shumë mirë, këtë e bën majoranca dhe ajo mund të marrë pasojën. Jo, këtu është për të respektuar procesin zgjedhor, fushatën zgjedhore, sepse përderisa kjo majorancë përdor gjithë këto element, gjithë këto asete me natyrë apo jo kriminale, por që janë asete që ndikojnë në devijimin e votës, atëherë këtu është prishur procesi dhe ajo çka kemi thënë ne gjithmonë ka qenë duhet një proces i drejtë i lirë, KQZ-ja ta monitorojë organet e duhura që merren me drejtësinë, qoftë policia, qoftë drejtësia në vete, duhet të jenë aktive. Spaku pretendoi dhe premtoi që do kishte një task force e cila do vepronte dhe në bazë denoncimeve do kishte dhe operacione, por unë shoh që ka një lloj frenimi, ka një lloj pengese, pasi nëse nuk parandalon çfarë duhet pas datës 11, nëse shpallet rezultati. Po kë do fuzesh? Do i fuzësh në burg, do fuzësh komisionerin e PD-s, apo atë të Lushnjën, se Gjoja i kishte marrë kartën e identitetit. Pra ka ndërtuar dhe situata që nuk përputhen me realitetin, po krijojnë dhe humor të zi. Dhe unë do kërkoja dhe do bëja thirrje, nëse ka fakte reale konkrete, se ka denoncime reale konkrete, po le të veproj tani, këto janë ditët. Sot është e hënë, e martë iku fushata elektorale, edhe 3 ditë nuk është një javë, se janë thjesht ceremonirat e mbylljes fushatës dhe e humbet atë ritmin fushata dhe ndërkohë që janë ditët më të nxehta, thash, ku ajo që jam nën tavolin mund prishet nga nën tavolina dhe mund shpërthejnë formën e një vulkani. Dhe kudo ka pritje, do ndahen këtu, lekët do ndahen atje, sepse çfarë ndodh? I gjithë publiku e di, klubi Farmacia X në Velipoj ndan lek, do thënë dihet. Kjo stadiumi është X-i, ne po presim thaj që të ndajnë lekët, po i ndajnë, i kanë ndarë. Ose ky grup me emra caktuar që kanë bler gjithmonë vota, ka histori blerja votës në Shkodër. Është me emra, me lokale, me mbiemra dhe e çuditshme. Do thënë, ky shtet që di gjithçka dhe çfarë ham ne në shtëpi, nuk di si blien votat, si devijohet vullneti, nuk e di policia shtetit, ka denoncime apo nuk e di Spaku. Po ka denoncime, po e përsëris për disa herë.
ka denoncime, pati denoncime edhe për Benet Becin, ka denoncime tjera edhe për Benetin, që përdor bashkinë e tij për qëllime të pastra politike, sepse, nuk është kundër PD-ja për investimet ndaj qytetarit, jo më është. Madje ka ngritur gishtin ndaj bashkisë, ka thënë ke realizuar vetëm 27% kapaciteteve investuese. S'ke përdorur param publike, je bashkia me performancë më tullet, pra i ke shërbyer më pak qytetarëve. Dhe tani ti del me atë pamjen, domethënë si bonaç i mirë, që ti po bën gjithçka, pikërisht pse? Sepse ty të duhet të devijosh vullnetin, nuk je në marrëdhënie reale konkrete me detyrën që ke në rreth parë si bashki, por nuk je edhe në marrëdhënie politike me realitetin fushator që ekziston, ke thyer rregullat, ke bërë krim zgjedhor. Pastaj pse kërkoj më shumë? Rama ka ardhur 2 herë, 3 herë në Shkodër. Ka bërë takim. Herën e fundit që sulmoi në fakt. Tani ka bërë, po do dalim dhe aty. Ka bërë takim në orar zyrtar me administratën. Kanë marrë pjesë gjithë drejtuesit marrin pjesë në fushat elektorale. I shfaqin hapur bindjet e tyre politike. Mos harrojmë që për bindje politike para 2 javësh u shkarkua nën kryetarja e Partisë Demokratike e Shkodrës. Dhe ndërkohë që ndodh ky realitet dhe hapur në ora 2 gjithë bashkia në takim fushator politik. Po kjo është çmenduri, është shkelje e ligjit e kodit penal me 2 këmbët ka dënim deri në 3 vite burg, edhe për kryeministrin dhe për këdo. Dhe atëherë pse nuk vepron Spaku, se ka denoncime. Çfarë denoncimi do Spaku, kur Rama i del në ora 2 me gjithë administratën, dhe kur Rama thret me dhunë administratën. Thirrja për mitingun e radhës përmbyllës ishte që nëse nuk vinin punë, nesër jeni të shkarkuar. Është thirrja, ekziston thirrja. I është bërë njerëzve, janë marrë me listë, janë marrë me zor, dakord më e bën sepse pretendon që administratën e ka në xhep, e ka tijën, se kështu e ka bërë, e ka 2 fishuar, e ka 3 fishuar, është gjë që ai till e konsideron sjelljen me taksat tona, me paratë e njerëzve që duhet i realizoj për të futur ato njerëz që t'i ketë si ushtri pastaj në pjesën e votimit. Por nuk është kjo rruga e duhur, pra e përsëris nuk është kjo rruga që na çon drejt zgjedhjeve, drejt alternativave, drejt asaj çka duan qytetarët. Megjithatë, ka një gjë. Rama e përdor dhe si taktik. Kërkon që na tërheq në atë ligjërimin banal që të iki vëmendja nga korrupsioni, nga burgosja e gjysmës qeverisë, nga fakti që kryeministri është kap vet me korrupsion, me inceneratorët, me koncesionet, me çdo gjë tjetër dhe kërkon të ndërtojë një ligjërim apolitik brenda një situate krejtësisht politike. Dhe më politik se programi nuk ka, sepse është ai që ndërton bazën e një zhvillimi të ri ekonomik dhe politik dhe social të vendit, dhe aty duhet përqendrohet debati kryesor. Fakti që ai ka hequr panele debatuese, unë këtu mund kisha një të majtë dhe debatoshim për programin, arritjet, çfarë donin ata, ta zgjidhshin ata temën dhe unë do i përgjigjesha. E ka zhdukur komunikimin politik dhe kërkon ta tërheqë opozitën pikërisht në atë sharjet banale, thënjet, kundërthënjet, dihet që tërheqin vëmendje, por ama nuk kam produktivitet në raport me fushatën dhe në raport me politikën. Por ne kemi vazhduar në çdo rast me sqarimin e programit, me atë çka ne angazhohemi të bëjmë, jo thjesht premtojmë, dhe duke ndërtuar dhe një ballafaqim me këto vite, 12 vite qeverisje, për atë keqeverisje që qytetarët e ndjejnë. Se nuk është puna, unë jam zbuluesi, unë zbuloj keqeverisje, no, qytetari e ka plumin lëkur, e di shumë mirë, i ka ikur zemra, shpirti, i ka ikur fëmia, nuk ka perspektiv për veten e vet, jetoj një jetë vështirë në gjithë etapat e jetës, jetoj një jetë vështirë fëmijët tanë, ata që janë moshë aktive për punë, sepse nuk sigurojnë atë jetesën normale dhe trit, dhe akoma më keq jetojnë në një dramë të brendshme edhe prindërit tanë. Kjo është situata reale, konkrete, vërteta. Shqipëria është vendi më i palumtur, Shqipëria është e fundit në arsim, pa shërbime shëndetësore, pa garanci ushqimore, pa garanci ekonomike, ku çdo gjë kontrollohet vetëm nga pjesa e qendrës, nga kryeministri, i cili pasi mbaroi jugun e grabiti me njerëzit e tij është turrur maleve ti grabis dhe ato me 1 euro, dhe kjo situatë e cila është kaq e zymt dhe kaq e zezë, patjetër që kërkon një lloj reagim votuese, di mirë ai këtë, dhe e mbulon me ky është çyryk
Unë kam bë foto nudo, gjëra që, dakord, janë një lloj kështu kurioziteti, janë një lloj, por që nuk mund të jetë kjo retorikë politike. Jemi larguar, do vazhdojmë t'i largomi, përgjigjen do ja japim, normal, nuk diskutohet, sepse kur ai të cënon, kur ai, domethënë, të jep goditjen, dukesh si dobët në fakt në momentin që ti si kthen përgjigjen atij personi. Se është shumë, domethënë, do thoja fjalë, po s'du të bi nivelin atij, domethënë se fjalori duhet shqipe shumë. Madje ironizoj ditën e djeshme. Po, ma thoj pak atë ironi se... Do fitoni ashtu si fitut në Elbasan. Në fakt, këtu nuk është ironi. Është konceptuar keq. Këtu ka kërcënim brenda, kërcënim për blerje vote. Unë që e kam përjetuar, nuk e quaj ironi. Dikush tjetër që s'njeh situatën, e quan ironi. Mesazhi është shumë i saktë, që ai do përdori gjithë makinerinë shtetërore, kriminalistike, edhe madje dhe KQZ-n, vetëm e vetëm të arrijë qëllimin e tij. Dhe çfarë do bëj? Do bëj blerjen e votës? Po, e ka nisur blerjen e votës, nga gjitha dhënat tona. Çfarë do bëj? Trysimin e administratës për t'ia marrë votën me dhunë, nga frika njerëzve. Po dhe këtë është duke e bërë. Është duke e bërë, sepse kërkon të arrijë synimin e tij. Do përdori gjitha format edhe të hileve që mund t'i ofrojë procesi zgjedhor. Ka një mekanizëm Partia Demokratike për të ruajtur votën. Jo, dalim ke kjo ironia, pranë. Çfarë ironie ka këtu? Këtu është realitet. Realiteti i tij është që mirë që ai bën të gjitha këto, por ai nuk ka turp t'i fshehë, ose nuk ka droj t'i fshehë, ose nuk ka teknik për t'i fshehur, po thjesht, kërkon që të transmetoj që ai nuk mund fitoj me program, ai nuk është i zoti të fitoj një proces të lirë zgjedhor, por duke pas këtë setin e këtyre elementëve për të marrë votën, ai kërkon që të përsërisë sundimin dhe pushtetin e tij. Çfarë do bëjmë? Kemi garanci? Po, garancia janë njerëzit tanë. Garancia është forca jonë. Forca jonë edhe kontrolluese, edhe menaxhuese, edhe komisionim vote dhe numërim vote, dhe prani të gjithë përfaqësuesve tanë në gjithë terrenin për të evidentuar çdo rast blerjes votës, shantazhimit votës dhe denoncimin e saj dhe me emra konkret, jo vetëm thjesht nga selia e Partisë Demokratike, do ta bëjmë në vazhdimsi, por siç edhe e kemi bërë, por edhe duke dërguar denoncimet e duhura në ato institucione që e morën përsipër, s'kan bërë asgjë, por shpresojmë bëjmë diçka, dhe duke diskredituar dhe këtë kryeministër që përdor të tilla metoda siç e kemi bërë, vetëm e vetëm që të marrë dhe të përsërisë pushtetin e tij. A ka reagim? Ka dhe reagim qytetar. Çfarë do bëjmë ne? Do rrisim ndjeshmërinë e publikut, duke i denoncuar, do kërkojmë solidaritetin e publikut, duke i ftuar që të na mbështesin me votën e tyre, sepse kur ka frymë dhe ka një votë popullore, nuk mundet të përdoren të gjitha këto elementë. Do përpiqet ai? Po patjetër që do përpiqet. Do e mbrojmë ne votën? Patjetër do e mbrojmë votën. Jo me ato shprehjet ushtarake apo policore, por me qëndresë njerëzore. Dhe nuk ka më të pathyeshëm se njeriu që ka vlerën njerëzore të ruajtjes së drejtës dhe të vërtetës tij. Njeriu e bën të fuqishëm e vërteta dhe e drejta. Nuk e bën as Kallashnikovi, as pushka, as kërcënimi, as pushteti dhe as frika. Ne këto i kemi, nuk është se po mbes në retorikën janë donacione nga Zoti, janë pjesë e forcës dhe vitalitetit njeriut, ato që e bëjnë njeriun të jetë i pathyeshëm në sfidat që ai ndërton. Dhe unë e kam thënë, kjo është luftë, po, është luftë e pabarabartë, po, e pabarabartë. Nuk është betejë politike, nuk është fushat politike, nuk ndeshen dy parti këtu, se kemi iluzione, krijojmë iluzione. Kjo është luftë midis Rinis edhe Ramës, pushtetit Ramës. Jo individuale. E Rinis që ose do zgjedh, ose do fitoj dhe do qëndroj këtu, të ndërtoj të ardhmen, shtëpinë, familjen, strehën e vet, siç kërkon PD-ja në programin e saj. Karrierën e saj, ose do fitoj pushteti i këtij, ose do fitoj fermeri të punoj tokën e tij, të jetoj me dinjitet, me djersë, me ndershmëri, ose do fitoj Rama me ata që sundon sot dhe i merr djersën, gjakun dhe mundin këtij fermeri.
ose do fitojnë pensionistët që duan jetë dinjitoze, të kenë atë jetën e qetë në fundin e jetës tyre, ose do fitoj ky njeri që i ka marrë çdo gjë atyre dhe mundin e shumë viteve edhe nderin e këtyre viteve, duke i lënë në varfëri, në harres, në një jetë vështirë, në një shërbim skandalos shëndetësor, spitalor dhe social skandalos. Dhe kjo luftë, kjo betejë nuk ka thjesht ngjyra politike, ka kaluar përtej politikës, ka ngjyra të forta morale, është një luftë midis mirës dhe së keqes. Është një luftë që do vendos fatet e Shqipërisë për shumë vite rresht, sepse do thyej një tabu, themi, të sundimit së keqes dhe të mos luftës saj këtu në Shqipëri, për shkak se mënyra si është interpretuar pushteti e ka bërë të keqen relative në Shqipëri. E ka bërë të paqtuar me qytetarin, ndërkohë që qytetari nuk e don dhe nuk e dëshiron. Dhe nuk është duke u dorëzuar, është duke u përgatitur për ta kundërshtuar dhe Rama duhet ta di shumë mirë një gjë të tillë që qytetari është gati duke ndërtuar hakmarrjen e tij ndaj skeqjes që ai i ka servirur kudo në shtëpitë e tyre, në familjet e tyre dhe në vendet ku ata jetojnë. Partitë e vogla do të dëmtojnë këtë luftë apo partitë e vogla do kenë pjesën e tyre në këtë luftë? Partitë e vogla për fatin e keq janë dëshmuar që kanë një mision anti-opozit, për fatin e keq. Duke pas anti-opozit, më thënë, konkludimi, dalja është anti-qytetar. Sepse anti-opozita, që përfaqëson vetë opozita interesat e qytetarëve, qofse e anti-opozitës, je dhe anti-qytetarëve. Partitë e vogla do ishin dhe është kërkuar disa herë, të ishin të mirë pritura në atë front opozitar. E kam thënë që qëllimi i një force politike, e madhe po vogël, është marrja e drejtimit të vendit. Çdo parti politike në preambulën e statutit saj shënon që unë do drejtoj Shqipërinë apo një vend caktuar. Dhe nuk ka parti politike që luftojnë për të qëndruar në opozitë, vetëm Shqipëri ndodh kjo. Pra, del një parti, mundësia, thot unë do qëndroj në opozitë. Po, më zotëri, ti opozitë mund ta bësh si qytetar, dil këtu në mes Shkodrës, artikulo, mikrofonin, njerëzit i ke, bëj opozitë tek biznesi, bëj opozitë, e bën dhe, po pse duhet salla parlamentit për të bëj opozitë? Opozitën nuk mjafton vetëm salla parlamentit. Nuk mund t'i thuash, oferta ime si parti politike është t'i bëj opozitën opozitës, se ti i shërben pushtetit Ramës. Dhe kanë shprehur dhe vetë, domethënë, nuk është qëllimi ynë rrëzimi i Ramës, por kjo është afër çmendurisë politike pastaj. Nuk shpresoj të jetë çmenduri politike, se do dukesha unë sharsi, se e marrin dhe e transformojnë këtë timen, domethënë si ide është ide e çmendur. Nuk më duket ide politike në rrafshin e marrëdhënieve të politikës me detyrimin që ka ajo ndaj qytetarit. Apo partitë e tjera që ne jemi këtu për të bërë zgjedhje prapë, po ne zgjedhje jemi. Do thënë ty zgjedhje, pastaj do kalojmë zgjedhje tjera se ky do bëj prapë zgjedhje, apo pret ky që, do thënë, bëj palë zgjedhje, ky do marri 1 më shumë, pastaj palë zgjedhje tjera do marri 2 më shumë. Këto janë teorira, do thënë, numrash kështu infantile dhe unë nuk e kuptoj si merr guximi një politikant të artikulohet në këtë lloj forme. Dhe partitë e tjera që nuk janë pjesë e kësaj, por kanë qenë në mënyrë tradicionale, siç është PSD-ja me PS-n, luajnë lojën e maces me miun, Tom i Jerry, sikur zihen me njëri tjetrin dhe në fund fare pastaj kur mbaron ajo shfaqja flen bashk. Nuk është real konflikti. Konflikti është, në thënë, falso, nuk ka një konflikt. Konfliktet këtu kene duhet jenë konfliktet karakterit politik të mirë qeverisjes apo keq qeverisjes. Kur ti je pjesë e keq qeverisjes, si mund thuash ai keq qeverisi. Se del si tek kapedani, po ti tha, edhe unë po përgjoja prapa derës, tha, po prit tha se bashkë, domethënë, keni qenë duke kryer aktet e keq qeverisjes. Edhe kjo është situative, dikush kërkon bëj prap opozitën, dali si opozitë dhe në atë rast hajse po marr ca vota djathta, nuk ka çdo vot për PSD-n është vot për Ramën, është vot për Partinë Socialiste, është vot për përsëritjen e pushtetit. Çdo vot për partitë e tjera të vogla, Euro, famshmit, Atlantikët, nuk e di pse në Shqipëri duhet ketë një emërtim tillë, edhe ke emërtimi duket sikur vjen nga
përtej universit, gjë e tillë, të ketë një parti e cila i turret PD-s do marrë ca vota, por që nuk synon fare të marrë pushtet, apo partitë e tjera çdo vot për partitë e tjera të vogla është vot kundër qytetarit, kundër interesit qytetar. Nuk është retorik politike, unë e ndaj mirë klishen politike, slogani nga arsyetimi. Mund përputhet klisheja slogani në arsyetimin real konkret, po ky është arsyetim i qartë dhe i sakt politik, pavarësisht mbulesës gjuhësore që dikujt si pëlqen, se mund duket gjuhë e përsëritur. Kjo është e vërteta, është anti-qytetare, sepse sot qytetarët duan ndryshimin. Është në logjikën politike ndryshimin. Dhe nuk mund ne të përsërisim pushtet njerëzit dhe një ramë që përsërit nuk jemi më të mirët, po jemi më hajdutët. Nuk jemi më të mirët, po jemi më të korruptuarit. Nuk jemi më të mirët, po jemi më banditët. Sepse këte ja kanë thënë zëvendës kryeministri i tij, gjithë korrupsionin, të gjithë keqeverisjen, të gjithë banditizmin, ja kanë treguar gazetarët e tij që e kanë ndihmuar të vinë pushtet. Ja kanë treguar enturazhet e tij, ja tregojnë çdo ditë faktet dhe provat që dalin në SPAK. Faktet që krimi e mbron dhe kandidat, faktet që krimi fokusohet tek kandidatët me urdhër të Ramës të caktuar, faktet që Rama e ka dështuar në gjitha nivelet këtë vend dhe këto fakte tregojnë qartazi që ky njeri nuk mund dhe nuk duhet vazhdojë më të qeverisë këtë vend dhe jo thjesht për rotacion. Unë nuk më pëlqen do bëjmë rotacionin. Ne duhet të bëjmë ndryshim. Ky është ndryshim epokal, nuk është ndryshim rotativ. Jemi në një fazë dhe duhet të shkojmë më lart dhe hajde të bëjmë ndryshimin atë rotacionin. Jo, është ndryshim, sepse jemi të shtrirë për tokë, në gjitha nivelet, dhe duhet të ngrihemi. Dhe këtë ngritje e sjell ndryshimi politik. Ka resurse Partia Demokratike, ka burime njerëzore, ka ide dhe vizion, pasqyruar shumë qartë. Gjithë e kanë pranuar, ky është program. Dhe ky ndryshim këtu duhet mbështetet. E kemi shumë letë themi, e kam thënë dhe takime, ne të kërkojmë votë negativiste. Vota në fushat është dy lloje, është negativiste dhe pozitiviste. Është kundërshtuesja nga inati keqeverisjes, inati po e fus si fjalë komune, dhe nga reagimi ndaj keqeverisjes, dhe është vota pozitive pse duhet votoj alternativën, se dakord këtu, po unë duhet shoh një alternativë, sepse në program ka zgjidhje reale, konkrete. Zgjidhje që ne i duam, ne i kemi kërkuar. Ne kemi kërkuar dhe ne kemi bërë dhe unë po e përsëris. Një, themi, betim solemn, është angazhim solemn. Kemi programin e 100 ditëve. Ja ku është testi, qytetarët, ja ku janë, na dëgjojnë. 100 ditë, qofse nuk realizojmë gjitha pikat që kemi vendosur aty. Për minimumin jetik, për rritjen e pensioneve, për pagën minimale, pagën mesatare, për faljen e gjobave, për kartën e konsumatorit dhe tjera që mund të jenë shkruara për shpejtësinë nuk po i përmend, ne largohemi nga parlamenti me vullnetin dhe dëshirën tonë. Nuk u realizua, ishte një gjë, por të jenë bindur që do realizohen dhe më pas do vazhdojnë. Kjo duhet të jetë arsyeja pse shqiptarët duhet të na votojnë. Nuk duhet të jetë as pak një keq gjykim apo diçka tjetër. Po mund të ketë, çdo forcë politike ka historinë e saj. Ka bërë gabime Partia Demokratike, po, ka bërë gabime. A e ka gjetur forcën që të reflektojnë mbi ato gabime? Po më e ka gjetur forcën, e ka shkruar në program dhe e ka sankcionuar forcën e saj për të mos përsëritur ato gabime. Por gabimet e Partisë Demokratike nuk mund krahasohen me fajet e Partisë Socialiste për gjatë këtyre 12 viteve. Do ishte absurditet që të bëshim një krahasim dhe relativizim tillë. Është e pamundur dhe e papranueshme. Dhe prandaj ne duam që të kemi atë mbështetje qytetare që këtu në Shkodër e kemi të shfaqur, e duam gjithë Shqipërinë me qëllim që të arrijmë të bëjmë atë ndryshim thelbësor që sot shqiptarët e kërkojnë, pavarësisht asave të partive të vogla që përdor Rama, pavarësisht dhunës që përdor shantazhimit, pavarësisht paras, blerjes votës, sepse kur njerëzit janë në një frymë përbashkët dhe e kërkojnë këtë ndryshim, pa i cënuar dhe vullnetin politik, atëherë ndryshimi vjen dhe vendi kalon në një stad të ri zhvillimi, krijon shpresën dhe besimin dhe njëherë tjetër ripopullohet Shqipëria. Kemi nevojë për njerëzit tanë, kemi nevojë për fëmijët tanë, kemi nevojë për familjet tona. Po bëjmë një jetë anormale, në anormalitet social, anormalitet politik dhe ekonomik. Ka oaze lumturie në Shqipëri, nuk them, ka njerëz që
kanë arritur me djersën e tyre të kenë një sukses ekonomik, mund të jetojnë kudo dhe jashtë, edhe shohin me sy pozitiv dhe Shqipërinë, por në pjesën më të madhe Shqipëria është në shifra katastrofale për mjerimin, për sigurimin bazës ushqimit, sigurive tjera, cilat janë në nivele zero dhe kjo situatë duhet patjetër ndryshoj. Sa mandate synon Partia Demokratike në Shkodër? Ose cili është Pyetje basti juaj? që nuk e pëlqej shumë. Sepse rromben kjo pyetje gjithë vëmendjen ndaj gjithë argumentave dhe parashtrimeve tona. Se shumë interesante kështu. Por nuk e çbën se ky është mekanizëm ke i cili e brenda dhe duhet ta respektosh. Tek e fundit mandatet vlen. Po, 7 mandate vlen, mandatet vlen, Për të parashtruar por pas mandatet programit. vlen nga mënyra si vinë. Vlen, po unë parashtrova mënyrën si duhet vinë. Patjetër. Dhe me qëse parashtrova mënyrën si duhet vinë, janë 7. Sepse vlen për gjithë, por në qoftë se mandatet vinë duke përdor krimin e organizuar, duke përdor parat e pistat, korrupsionit, parat që kalojnë për lavatrice, duke përdorur kriminalizimin e administratës, që e ke për vetë tillë, duke përdorur dhe skalionet të tjera, atëhere, dhe më thënë, ai numri sikur nuk ka të vlerën nominale. Numri duhet ketë real, dhe më thënë. Nëse s'ka vlerë reale, atëhere ai nuk është i vlefshëm. Ne kemi 7 me vlerë reale, sepse çdo gjë është e suportuar, e mbështetur, vjen si përfundim logjik i gjithë parashtrimeve, argumentave, programit, ekipit që ka Partia Demokratike, pse jo momentit historik në cilën zhvillohen këto zgjedhje ku thirrja dhe ulërima për ndryshim është shumë e shprehshme dhe shumë e domosdoshme për tu realizuar. Zoti Boçi, kemi arritur pothuajse drejt fundit. Keni minutazhin tuaj për t'ju drejtuar shikuesve, pse duhet votojnë ata Partinë Demokratike me 11 maj? Duhet votojnë Partinë Demokratike sepse ne jemi alternativa që sjell sot besimin dhe shpresën, rikthen vlerën e rinisë në Shqipëri, rikthen vlerën e jetës dhe dashurinë për familjen, për vendin, për Shkodrën dhe për Shqipërinë. Faleminderit që ishit sot me mua në studio hapur dhe suksese. Faleminderit. Dashur shikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur ditën e sotme, bashkë mirë takofshim.